Në kuadër të 130 vjetorit të shpalljes së nënës së Këshillit të Mirë, si pajtore e Shqipërisë, në mjediset e gjimnazit A.T. Pjetër Meshkalla në Shkodër, u organizua konferenca ndërkombëtare me temë Nëna e Këshillit të Mirë, mes historisë dhe devocionit. Në këtë aktivitet morën pjesë i peshkëvi, pjesëtar të klerit katolik, studiues vendas dhe të huaj, të cilët ndan reflektime mbi rëndësinë historike, fetare dhe shpirtërore që figura e zonjës së Këshillit të Mirë ka për popullin shqiptar ndër shekuj. Në figurën e saj populli hynë ka parë gjithmonë një nanë që bashkon, udhëheq dhe mbron. Në këtë vit jubilar që po përjetojmë, dëshiroj të shpreh mirënjohjen ndaj të gjithë atyre që ndër shekuj të kanë ruajtur dhe kultivuar këtë trashëgimi shpirtëror. Prej më shumë se 5 shekujsh, Nana e Këshillit të Mirë ka kalu kufi, gjuhë, kujtesa kolektive, duke mbetur gjallë në ndërgjegjen fetare dhe kulturore të shqiptare dhe botës arbëreshe. Në këtë kuptim, ajo është më shumë se një figurë devocioni, është një emër që bashkon histori, kujtes, art, tekst, shtektim dhe identitet. Historia kësaj figure është në një farë mënyrë është historia e vetë popullit shqiptar. Ajo lidhet me dramën e egzodit të shqiptarëve të fundit të shekullit 15, cilët nën përparimin osman u detyruan të braktisin trojët e tyre, por morën me vete jo vetëm jetën materiale, por edhe universin shpirtëror. Gjuhën, fen, ritet, ikonat, këngët, kujtesën historike dhe identitetin e pastër arbënor. Në qendër të kësaj kujtese qëndronte figura e Zojës Shkodrës, një nanë si mbrojtëse dhe simbol identiteti. Con cui lavoriamo da anni. Ka mbi 30 vite që studioj historinë tuaj, e në veçanti historinë e Shkodrës. Mendoj se ka ardhur momenti të flasim më shumë për diasporën e Shqipërisë së Veriut, për ata shqiptar që u detyruan të largoheshin nga trojet e tyre. Pas vdekjes së Gjergj Gastriotit Skënderbeu, ndodhi një eksod i vërtet, që ndikoi jo vetëm në identitetin kombëtar, por edhe në historinë e kishës shqiptare, për të cilën fatkeqësisht flitet shumë pak. Gjatë gjithë këtyre viteve, kam kërkuar në arkiva të ndryshme për të zbuluar më shumë mbi historinë tuaj, por tashmë nevojitet edhe energjia dhe angazhimi i brezit të ri, që këto studime të vazhdojnë më tej. Historia e Zojës së Këshillit të Mirë dhe largimi i detyruar i shqiptarëve të Veriut nga vendi i tyre duhet të zbardhet, të publikohet, të lexohet dhe të mësohet. Ai ishte një eksod biblik, sepse më pas ata shqiptar u vendosën në Itali. Edhe sot, gjurmët e tyre gjenden në Veneto, në Friuli dhe në zonat e Lombardisë, aty ku dikur shtrieshin territoret e Venedikut. Aty do të gjeni qindra kisha dhe qindra emra shqiptarësh që kanë lënë gjurmë dhe kanë ndërtuar historinë. Konferenca u shoqërua me kumtesa dhe diskutime mbi devocionin ndaj zonjës, rolin e saj në identitetin shpirtëror të shqiptarëve, si dhe lidhjen historike të këtij kulti me vendin ton. Një moment i veçantë gjatë aktivitetit ishte edhe promovimi i disa librave kushtuar figurës së nënës së Këshillit të Mirë, si dhe prezantimi i përkthimeve të reja që trajtojnë historinë dhe rëndësinë e saj në traditën fetare dhe kulturore shqiptare.